Djali politikanit më dhunoi Adelina Tahiri kriza me burin zgjati 6 muaj. Këngëtarja e njohur Adelina Tahiri ka rrëfyer për herë të parë se ka qenë viktimë e dhunës fizike nga ish-partneri i saj me të cilin ishte në një moshë. Ajo ka treguar se ish-partneri i saj ishte djali i një funksionari të lartë politik në Maqedoni dhe për shkak të kësaj fatkeqësie ajo u njoh me burrin e saj aktual i cili ishte avokati që e mbrojti nga dhunuesi. Unë kam qenë me dikë të moshës time, a më ka pyetur dikush se si më ka trajtuar ai, ose pse jam ndar, nuk kemi përshtatur, ndoshta ka patur dhunë ndaj meje. Babai i tij ka qenë funksionar i lartë politik, kam qenë 19 vjeçe, ka qenë shumë e vështirë dhe nuk i kam treguar as familje, si vetëm person që i kam treguar ka qenë avokati im i cili sot është burri im dhe mua askush nuk më është ndalur të më pyes, prit pse. Ai ka qenë krah për mua në çdo aspekt, ka thënë ajo. Adelina ka përjetuar paragjykime për martesën e saj me një burr maqedonas dhe më të madh në moshë, gjë që e ka bërë të ndihet e mbyllur në një rreth të ngushtë. Kam dalë gjithmonë e hapur për lidhjen time, ndryshe nga shumë këngëtare të tjera, theksoi ajo duke zbuluar forcën e saj përballë gjykimeve të papërgjegjshme. Ajo tregoi se problemi me saj dhe bashkëshortit kishte zgjatur për 6 muaj, duke bërë atë një periudhë sfiduese për çiftin.